këto momente për shembull në Luanët kemi realizim të dukshëm të ëndrave dhe të qëllimeve që ata kanë në jetë. Edhe nëse nuk po realizojmë, po kuptojnë shumë mirë se cilat janë këta. Kemi një shkëlqim shumë të madh dhe kjo hënë e plot mbi të gjitha do të thotë edhe një rritje në fat. I bën që të shkëlqejnë, që të dalin në skenë, që të lulëzojnë, nxjerr anët e tyre më pozitive në sipërfaqe. Mund të kemi krijimin e lidhjeve të reja, mund të kemi një rritje në kreativitet, një rritje vërtet shumë e madhe dhe në shkëlqim, më të themi, edhe në autoritetin tuaj. Kjo do të thënë që do të kemi një rritje në karrierë, mund të bëhemi prindër dhe mbi të gjitha, duke qenë se fjalët juaj do të dëgohet më tepër, mund të jepni edhe këshilla vërtet shumë pozitive, të cilat mund të ndihmojnë edhe në administrimin, në udhëheqjen e të tjerë dhe të vendit tuaj të punës, po ashtu edhe të shoqërisë që kemi rreth rrotur. Mbi të gjitha mund të ndihmojë edhe në rregullimin edhe të ambientit ku jetojmë, që domethënë nëse shikon diçka problematike që prek komplet shoqërinë, familjen apo vendin, banesën, lagjen ku jetoni, do të këshillosh të përmendën në mënyrë që të mund të rregullojnë. Pra jeni lider shumë efektiv në këto momente, një lloj siç është dashnia e Luanit. Pra ju dëgjohet fjala, ju lutem përdoreni.